një numër të granatave të dorës BRM-75 dhe Zolla, 500 fishek, një sasi e konsiderueshme e armatimit luftarak. Një vetër fajtor për këto vepra penale për cilat akuzohesh. Da sosisht e krivi se krivish në djellën za koje se optužite? Ne. Sasi të konsiderueshme të eksplozivit. Një vetër fajtor për këto vepra penale për cilat akuzohesh. Da sosisht e krivi se krivish në djellën za koje se optužite? Rreth 20 kg të llojit tritopitolen në brendësitë kanalit, e të cilat informacione dhe dokumente i ka siguruar nga aktiviteti i tij spionimit. Seancën e shërtimit fillestar Otvaram početni pretres. Sipas akuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës me datën 16/2/2026 e ushtruar kundër të akuzuarve Odmeta protiv Jovan Vicentijević, Dragisha Vicentijević për dyshimin e bazuar mirëse të njëjtit në bashkëhyrje kanë kryer veprën penale. Osnovna sumnja da u Serbiu došlo se izvršili krivično djelo. Rrezikimi i rendit kushtetues, ugrožavanje ustavnog poretka, me shkatrim apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike, si dhe hyrjen e veprës penale në bashkëhyrje, kao izvršenje krivičnog djela sa izvršavaštvom, bajtja në plotësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve Jovan Vicentijević. Dakle, okrivljeni Jovan Vicentijević, Edhe për kryerjen e veprës penale spionazhi, i akuzuari Igor Dimović dyshohet se i njëjti ka kryer veprën penale, bajtje në plotësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. da je isti Prokuria Speciale, specijalno tužilaštvo, pas zhvillimit të hetimeve, nakon odbijanja istrage, sigurimit provave personale dhe materiale pribavljanja znači lični i materijalni dokazi në këtë çështje penale, u ovoj krivičnoj duke mbështetur në dispozitat ligjore të kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës, odredbe krivičnog zakonika Republike Kosova i kanë ngritur krivičnom postupku, akt akuz kundër të pandehurve podigli su optužnicu protiv okrivljenih Jovan Vicentijević, Jovan Vicentijević, Dragisha Vicentijević Dragisha Vicentijević dhe Igor Dimić i Igor Dimić me të dhënat e cekura si në proces verbal, sa podacima kao u zapisniku, sepse jer të pandehurit Jovan dhe Dragisha Vicentijević okrivljeni Jovan i Dragisha Vicentijević me datë 29/11/2024 rreth orës 18:50 në fshatin Varag, komuna e Zogrin Potokut, në pjesën e kanalit të ndërmarrjes hidroteknike Ivo Lepenci, shoqëria aksionare, infrastrukturë publike e cila shërben për furnizimin me ujë të pishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për nevojat të korporatës energjetike të Kosovës, për prodhimin e energjisë elektrike, të pandehurit së bashku me disa persona tjerë ende të panjohur, pas një marrëveshje paraprake me qëllim të friksimit serioz të popullsisë së vendit dhe rrezikimit të rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, e kanë vendosur një sasi të konsiderueshme të eksplozivit që shërben për përdorim ushtarak, rreth 20 kg të llojit tritopitolen, në brendësitë kanalit, përmes një çante të cilin e kishin lidhur me litar në një shtyllë betoni, duke e pozicionuar në atë mënyrë që të shkaktoj dëmtim serioz të infrastrukturës kritike, furnizimit me ujë dhe me energji elektrike, ku me atë rast të pandehurit përmes ndezjes së një fitili zjarrës përcjellës me ndezje të ngadalshme e kanë aktivizuar lëndën shpërthyese, duke shkaktuar një shpërthim të fuqishëm që si pasojë është dëmtuar rënd struktura e betonit e kanalit të NH Ivo Lepenci, shoqëria aksionare, është ndërprerë furnizimi me ujë të pishëm për qytetarët e disa komunave veriore dhe qendrore të Kosovës, është penguar furnizimi me ujë për Kekun, si dhe kanë rrezikuar dhe prodhimin e energjisë elektrike në nivel vendi. Çka me këto veprime të pandehurit kanë shkaktuar një rrezik serioz për jetën dhe sigurinë e popullsisë dhe dëmtimin e infrastrukturës kritike të shtetit, ku në këtë rast të dëmtuarës NH Ivo Lepenci janë shkaktuar dëm material në vlerë prej 376.774 €. Me këtë të pandehurit në bashkëhyrje e kanë kryer veprën penale rrezikimi i rendit kushtetues me shkatrimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike, nga neni 122 lidhur me veprën penale kryerja e veprës terroriste, nga neni 124 paragrafi 1 dhe neni 128 paragrafi 1 nën paragrafi 1.8
lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Po ashtu, nga data e pacaktuar, e deri me arrestimin e tyre, të pandehurin Dragisha Vicentjević me datë 30/11/2024, kurse të pandehurin Jovan Vicentjević me datë 01/12/2024, në shtëpitë e tyre, njëra në Zubin Potok dhe tjetra në fshatin Prevllak të kësaj komune, gjatë kontrolleve të bëra nga ana e Policisë Kosovës, u janë gjetur në posedim pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin për armët, një sasi e konsiderueshme e armatimit luftarak, si armë të llojit Kalashnikov A47, një numër të granatave të dorës BRM 75 dhe Zolla, 500 fishek 7.9 mm dhe 363 fishek kalibrave të ndryshëm, karikaturë të shumë të armës AK-47 dhe pjesë të tyre, thika për armë të gjata, karikator pushke, mekanizëm për mbushjen e fishekëve të pushkës së gjuetisë MK16, pushkë gjuetie, thik me këllëp, radiolidhje të shumta për përdorim ushtarak, maska, uniforma të shumta ushtarake të vendeve të ndryshme si ato të Serbisë, Rusisë dhe të shteteve tjera, helmeta dhe zësende tjera të kundërligjshme të specifikuara në urdhrat ndalues përditëtar të lështuar nga gjykata me numrin referues PPS 6924 të datës 31/01/2025 dhe 03/03/2025, të cilat u janë sekuestruar nga Policia e Kosovës në vendin e ngjarjes. Me këtë pandehurit në bashkyrje e kanë kryer veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, nga neni 366 paragrafi 2, lidhur me paragrafi 1 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. I pandehuri Jovan Vicentjević, po ashtu nga data e pacaktuar e në vazhdimsi, e deri në momentin e arrestimit të tij me datë 01/12/2024, i pandehuri Jovan Vicentjević në cilësinë e të rekrutuarit në një shërbim të huaj informativ, në këtë rast të shërbimit informativ ushtarak të Serbisë me gradën Toger, ka vepruar dhe e ka ndihmuar këtë shërbim duke mbledhur informacione dhe dokumente të klasifikuara me qëllim që të njëjtat t'i përdorë gjatë aktivitetit të tij të kundërligjshëm në territorin e Kosovës dhe të njëjtat t'ua komunikojë këtij shërbimi përmes vizitave dhe takimeve që i ka realizuar në Serbi me zyrtarët e saj, e të cilat informacione dhe dokumente i ka siguruar nga aktiviteti i tij i spionimit. Në kuadër të dokumentacioneve që i pandehuri ka siguruar gjatë veprimtarisë së tij inkriminuese, janë edhe një dokument i klasifikuar si konfidencial prej 66 faqesh i përpiluar nga KFOR-i për nevojat e operacioneve të tyre në teren. Pastaj ka bërë vëzhgimin e lëvizjeve të ushtarëve amerikan të KFOR-it, ka fotografuar bazën e njësive speciale policore të Kosovës në Jasenovik, që gjendet në komunën e Zobin Potokut, e në veçanti i pandehuri me qëllim të krijimit të një narrative të dëmshme për shtetin e Kosovës në raport me bashkësinë ndërkombëtare, i njëjti përmes një dokumenti të modifikuar ka tentuar të paraqesë ekzistimin e një organizate fiktive, kinse për çlirimin e trojeve shqiptare e quajtur si Nënthojza, Komiteti Kombëtar për lirimin dhe mbrojtjen e trojeve shqiptare, duke e shoqëruar me disa fotografi të provave të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, çka me këto veprime seriozisht e ka dëmtuar rendin juridik dhe sigurinë e Republikës së Kosovës, si dhe ka rrezikuar jetën e zyrtarëve dhe qytetarëve të saj, si dhe ushtarëve të KFOR-it. Në vazhdimsi e ka kryer veprën penale spionazhi i pandehuri Igor Dimović, nga data e pacaktuar e deri me datë 30/11/2024, rreth orës 6:30 në fshatin Varrak të Zubin Potokut, dhe konkretisht në shtëpinë e tij, me rastin e kontrollit nga ana e Policisë Kosovës, të pandehurit janë gjetur në posedim pa autorizim dhe kundërshtim me ligjin për armët 3 karikaturë, një fishek dhe një thik dhe disa uniforma ushtarake, të cilat janë sekuestruar nga Policia e Kosovës në vendin e ngjarjes. Me këtë, i pandehuri Igor Dimović e ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim pa të autorizuar të armën nga neni 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. Po, Veprët penale për cilat akuzohesh, ai kuptove. Krish në dela za koje se optužite, da li ste razumeli? Da, jesam. Po, A ki nevojë për ndonjë shërim eventual, shtesë? da li vam potrebno dodatno pojašnjenje? Ne, nije. Jo.
Atëherë, a një vetën fajtor për këto vepra penale për cilat akuzohesh? Да се сещате криви за кривично дело за кое се обтужните? Ne. Jo. Por asnjëherë. За nijedno кривично дело? Ne. Jo. Por, U redu, sednite. njëta pyetje edhe për ju i akuzuar Dragisha Veçentjević. Isto važi za vas, da više Znači, neće kuptuo sam krivično. pisao. Da ste razumeli optužnicu? Yes. Po. Edhe veprat penale për cilat akuzohesh? I krivična djela za koje se optužujete? Po. Ki nevojë për ndonjë shërim shtesë, qoftë me Da vam, brojtën tuaj, qoftë me da vam je potrebno gjykatën apo prokurori. dodatno pojašnjenje bilo sa branicom suda ili tužilaštva? Jo. A ndi vetën fajtor për këto vepra penale për cilat akuzohesh? Da se sjećate krivi za krivično djelo za koje se optužujete? Ne. Jo. Por asnjëherë. Za nijedno krivično djelo? Jo. Sednite. I akuzuar Igor, Optužni Igor. e ke kuptuar atë akuzën? Da ste razumeli optužnicu? Yes. Ju akuzoni vetëm për një vepër penale. Vi se optužite samo za jedno krivično djelo. A ki nevojë për ndonjë shërim shtesë? Da li vam potrebno dodatno pojašnjenje? Nije. Jo. Apo ndonjë konsult me mbrojtën? Ili neka konsultacija sa braniocem? Jo. A ndi vetën fajtor? Da li se osjećate krivi? Želim da izjavim da se ne osjećam krivim za delo koje mi se stavlja na teret. Dëshiroj të deklaroj se nuk ndihem fajtor për veprën penale e cila më vihet në barë. Korrekt. U redu. Por. Atëherë, seanca e shëftimit fillestar me kaq përfundon. Atëherë me kaq përfundoj seanca e shëftimit fillestar. Почнемо. Приємно.